Po sikur një gotë me lëng boronice të kishte një rol më të madh nga sa mendoni në luftën kundër kancerit të zorrës së trashë dhe të hollë? Studimet shkencore po shqyrtojnë përbërësit e boronicës dhe ndikimin e tyre mbi qelizat kancerogjene. Por a mund të jetë vërtet boronica një armë kundër kancerit? Ja çfarë tregojnë provat deri tani. Imagjinoni të zgjoheni në mëngjes dhe, në vend të një pije të zakonshme, të konsumoni një gotë me lëng boronice. Një frut i vogël me ngjyrë të kuqe të thellë që shpesh konsiderohet thjesht një ushqim i shijshëm, po tërheq vëmendjen e studiuesve për shkak të përbërësve të tij bioaktiv. Por këtu duhet bërë një dallim shumë i rëndësishëm. Lëngu i boronicës nuk është provuar se shkatëron kancerin e zorrës së trashë apo të zorrës së hollë të njerëzit. Studimet laboratorike dhe disa kërkime paraprake kanë shqyrtuar nëse përbërësit e boronicës mund të ndikojnë në procese që lidhen me zhvillimin e qelizave kancerogjene. Kjo është interesante, por nuk do të thotë se boronica mund të zëvendësojë trajtimin mjekësor. Boronicat përmbajnë polifenole dhe antioksidantë, përfshirë antocianinat, të cilat u japin frutit ngjyrën karakteristike. Këta përbërës po studiohen për ndikimin e tyre në inflamacionin, stresin oksidativ dhe mekanizma të tjerë biologjik që mund të lidhen me sëmundje kronike. Dhe pikërisht këtu fillon historia interesante. Në disa eksperimente laboratorike, përbërës të marrë nga boronicat janë vëzhguar për aftësinë e tyre për të ndikuar në rritjen dhe mbijetesën e qelizave tumorale. Studiuesit kanë kërkuar të kuptojnë nëse këto substanca mund të ngadalsojnë shumimin e qelizave anormale ose të ndikojnë në mekanizmat që shkaktojnë vdekjen e tyre. Por një rezultat në laborator nuk është i njëjtë me një trajtim që funksionon te njeriu. Kur një substancë duket premtuese në një eksperiment me qeliza, ajo duhet të kalojë shumë etapa kërkimore përpara se të mund të konsiderohet trajtim. Duhet të përcaktohet doza, siguria, mënyra e veprimit dhe mbi të gjitha nëse efekti përsëritet te pacientët real. Prandaj, pyetja më interesante nuk është a e shkatëron lëngu i boronicës kancerin. Pyetja është, a mund të ketë boronica një rol mbështetës në një mënyrë ushqyerje që lidhet me shëndetin e zorëve? Dhe këtu përgjigjja bëhet shumë më interesante. Por çfarë ndodh konkretisht në zorë kur konsumojmë boronica? Një nga arsyet pse studiuesit janë interesuar për këtë frut është përmbajtja e lartë e polifenoleve, veçanërisht antocianinave. Këto substanca nuk funksionojnë thjesht si antioksidant në kuptimin tradicional. Ato mund të ndërveprojnë me mikrobiomën e zorëve dhe të transformohen nga bakteret e zorrës në përbërës të tjerë bioaktiv. Kjo është veçanërisht interesante sepse zorra nuk është vetëm një tub që përpunon ushqimin. Ajo përmban triliona mikroorganizma që ndikojnë në metabolizëm, imunitet dhe procese inflamatore. Kur ham ushqime të pasura me fibra dhe përbërës bimor, bakteret e dobishme të zorrës mund të prodhojnë substanca që ndikojnë në mjedisin e zorëve. Boronicat mund të jenë pjesë e këtij mekanizmi, por këtu duhet të jemi të kujdesshëm me titujt sensacional. Në internet mund të lexoni se boronica vret qelizat e kancerit. Ky formulim është shumë më i fortë se sa ajo që kanë treguar provat shkencore. Nëse një studim tregon se një ekstrakt boronice ka ndikuar në qeliza tumorale në laborator, kjo nuk do të thotë automatikisht se pirja e një gote lëng boronice do të shkatërrojë një tumor në trupin e njeriut. Madje ekziston edhe një problem tjetër. Lëngu nuk është domosdoshmërisht i njëjtë me frutin e plot. Kur fruti përpunohet dhe shndërrohet në lëng, sasia e fibrave mund të jetë shumë më e ulët. Ndërkohë, disa produkte të gatshme mund të përmbajnë edhe sheqer të shtuar. Prandaj, nëse qëllimi është një ushqyerje e shëndetshme, boronicat e plota mund të jenë një zgjedhje më interesante se sa një pije e ëmbëlsuar me shije boronice. Dhe këtu kemi një tjetër element të rëndësishëm. Kanceri i zorrës së trashë nuk shkaktohet nga një ushqim i vetëm dhe as nuk parandalohet me një ushqim të vetëm. Rreziku ndikohet nga shumë faktorë: mosha, gjenetika, historia familjare, aktiviteti fizik, pesha trupore, pirja e duhanit, alkooli dhe mënyra e përgjithshme e të ushqyerit. Një dietë e pasur me fruta, perime, drithëra integrale dhe fibra është përgjithsisht më e favorshme për shëndetin e zorëve sesa një dietë e dominuar nga ushqime ultra të përpunuara dhe mishra të përpunuar. Por boronica nuk është ilaçi sekret. Ajo është thjesht një nga shumë ushqimet bimore që mund të kontribuojnë në një dietë të shëndetshme. Dhe tani vjen pjesa që shumë njerëz e neglizhojnë. Ka disa shenja të zorëve që nuk duhet t'i injoroni kurrë, edhe nëse ushqeheni shëndetshëm. Nëse ka një mesazh që duhet të mbani mend është ky: mos kërkoni një ushqim magjik që shkatëron kancerin. Boronicat janë një ushqim i pasur me përbërës bioaktiv dhe po studiohen për efektet e mundshme në shëndetin e zorëve.
por deri tani nuk ka prova të mjaftueshme që lëngu i boronicës mund të kurojnë ose të shkatërrojë kancerin të njerëzit. Ajo që mund të bëni është të ndërtoni një mënyrë ushqyerje sa më të larmishme. Fruta, perime, ushqime të pasura me fibra, drithëra integrale, bishtajore dhe burime të mira proteinash. Aktiviteti fizik, mbajtja e një peshe të shëndetshme, shmangia e duhanit dhe kufizimi i alkoolit gjithashtu kanë rëndësi. Dhe mbi të gjitha, mos injoroni shenjat paralajmëruese. Gjak në jashtëqitje, ndryshime të vazhdueshme në jashtëqitje, dhimbje ose fryrje të vazhdueshme të barkut, humbje peshe pa arsye ose lodhje e pazakont duhet të diskutohen me një mjek. Kontrollet dhe skriningu janë shumë më të rëndësishme se sa çdo superushqim. Zbulimi i hershëm i kancerit të zorrës së trash mund të bëjë një ndryshim të madh në trajtim dhe rezultate. Pra, po, boronicat mund të jenë pjesë e një diete të shëndetshme. Por jo, një gotë lëng boronice nuk është një kur për kancerin. Mos u besoni premtimeve që një ushqim i vetëm mund të zëvendësojë mjekun apo trajtimin. Ushqimi është një pjesë e rëndësishme e shëndetit, por parandalimi, kontrollet dhe trajtimi i duhur mjekësor mbeten thelbësore. Nëse ju pëlqeu kjo video, shpërndajeni me dikë që duhet ta dëgjojë këtë informacion.